Përshëndetje të gjithëve, sapo zbrita nga sekretaria e GKK-s apelit, aty unë dorëzova sot rekursin për gjykatën e lartë. Bëhet fjalë për një çështje që unë kam dërguar në SPAK në muajin maj të këtij viti, përsa i përket faljes gjobave që ka bërë qeveria 2 ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit 2025. Unë gjykoj që pikërisht ky proces ka qenë i palishëm dhe pa diskutim që Këshilli i Ministrave ka shkelur ligjin, sepse nuk mund falësh dot gjoba 4 muaj para zgjedhjeve dhe deri 4 muaj në arritjen e formimit të qeverisë së re. Pikërisht kjo është shkelja e ligjit, për këtë arsye unë kam kallëzuar në SPAK Këshillin e Ministrave, ndërkohë prokuroria e posaçme më ka rrëzuar, pastaj unë kam bërë ankimim në gjykatën e posaçme të shkallës parë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, edhe kjo gjykatë më ka rrëzuar, ndërkohë pas këtij vendimi unë kam bërë një ankimim në gjykatën e apelit për krimin e organizuar dhe korrupsionin, edhe kjo gjykatë më ka rrëzuar dhe tani erdhi momenti që unë të bëj një rekurs, pra të bëj një ankimim tjetër në gjykatën e lartë. Jam shpresë plot që do marr drejtësi për këtë çështje. Dua t'ju sjell në vëmendje të dashur miq që kjo çështje është prekur edhe nga raporti OSBE-Odirit, ku është shtuar një paragraf në raport me se si zgjedhësit ndryshuan mendim për të votuar qeverinë në këtë rast për shkak se u falën gjobat 2 ditë para zgjedhjeve. Qeveria nuk mund ta bënte këtë veprim sepse shkel ligjin. Ligji shqiptar përcakton qartë që 4 muaj para zgjedhjeve dhe 4 muaj pas zgjedhjeve nuk mund bëhen politika të tilla fiskale. Për këtë arsye, unë sot kam bërë këtë rekurs që i shkon drejt për drejt gjykatës lartë.